Unë se kom pas raportin me djalin tem, që kom pas raportin une me nanën tem. Kur. Se une nanës tem nuk kom pas drejt kur njet me I përmen simpatia, ose ka hangër drejt do më thonë. Edhe nuk kom pas drejt me ja përmen ato pëdu me shku atje, me bo këta. Lirin, Na jena kon shumë të lidhun edhe kena pas shumë atë bashkëpunimin, atë unë nuk s'm ka konsideru shumicën e kohës nanë, edhe shoqe, motër, ajo është rrit me mu, është rrit me nanën tem, është rrit me motrën tem, me vllaznit e mi, edhe me babën e vetë. është rrit me një familje ku I kanë dhonë veç dashni. Edhe une kur njet nuk kom shprej dhunë te fëmija jem. Kur njet s'kom shprej deri në qatë pikë nervozizëm. Përkundër asaj, unë më ka një nanë që e kom përkra, e kom bështet, I kom qëndru mrapa financiarisht për krejt sanat që I ka dëshiru, futbolin, shkollën, gjitha kurse që ka dash me kry. Dhe me thonë ke qenë për krase për ëndrat e tjere, mos mu kanë për krase, I shkon shumë vështirë. Unë I kom nejtë mrapa. Ke qenë për krase, pra, si... Po normalisht edhe mosha jote është shumë e re, edhe ka pas një nanë shumë të re, e ka një nanë shumë të re, shumë cool edhe shumë të bukur. Kështu që prandaj edhe të pyeta thash se çish është raporti sa ka qenë për krahas I muzikës ose I aktiviteteve tua. Shumë, jo në këtë aspekt. Ose kritikat që ti ka bo ndoshta ose... Kritikat po, se një kohë pa të ndalë disa lajme për me hy Big Brother? Big Brother, po. Okej. Edhe më me thonë që erte shtëpia dhe ish pas nervozu shumë edhe tha, hej, mu tha, të mbullizu atli të shkolla, ma mjët kam I Big Brother. Okej. Kështu që... Tu ka bo dhe me thonë ftesa për Big. Po, ftesa, okej, falenderoj për ftesën, po... E di që erdhë kështu shumë I revoltume, kështu shumë keq, jo për mamë, se unë s'kom I Big, kështu. Pra, një natyrë pak ma gjelioze ndoshta ndaj teje në disa aspekte, që nuk ka dëshirë me të pa edhe shumë pranë kamerave ose shumë reality show. Pak po. Okej.